Kandidati për deputet i PD Tet Kopliku gjatë takimit me banorë në njësinë Gurizi, teksa foli për programin e PD, tha se Gurizi meriton më shumë si nga qeveria qendrore dhe ajo lokale. Një kohë që tanë kanë zgjellë për me ikë për këtij vendit, unë Matilda kena zgjellë me ndërtu të ardhmen këtu. Si unë kena zgjellë me hinë politik, edhe besoj që kena më pas rrugë gjatë në politik, edhe me njëherë sa na kanë caktu këtë zonë, kena fillu mu lidhë me vendin, kena bëj denoncim, unë sa herë që i dalë media flasë për gurin e zi, për halët e gurit zi, sa herë që të na jepet mundësia, këto 4 vite që kena me mendim zotit, kena me kanë në parlament, kena me folë për problemet e gurit zi, prioritare, sepse jena të lidhën me zonën. Një kohë që njerëzit kanë frikë me mu përballu, me dalë përballë, ne kena zgjallë me një lejtë në rrështë parë kësaj situate bashkë me tanë ju, e i shoha bërë tanë bashkë për millan fund marrëzisë që ka zgjatë 12 vjetë. Banorët e njësisë Gurizi u shprehin se qeveria aktuale ka lënë në arrest zonën duke mos sjellë investime as në bujqësi e as në infrastrukturë. PD synon që përmes programit të saj të subvencionojë dhe inkurajojë fermerët për mbjelljen dhe kultivimin e tokave.